103.3 MHz. Mirë më ngjas gjithë dhe përveç aty në që ama mirë këtu, atje, këtu. Pse këtu? Atje këtu dhe këtu atje, është pothuajse e njëjta gjë, me rëndësi është me kalu mirë, edhe me pas pozitivitet. Ama mirë këtu, atje, me Edi Kastratin prej orës 8 deri në orën 10. Hajde krejt mu qu! Hajde krejt mu qu! Mirë mëngjesi! Hajde krejt mu qu prej gjumit! Mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes! Mirë mëngjesi! Mëngjesi! Astrid Hoxha vë dhëtë shpenda ki flejt. Mirë mëngjesi shpendi. Mirë mëngjesi gjithve. Mirë mëngjes nga Gjakova Bugur pas një vikendi të lezetshëm, pas një pushimi të shkurtër. Pushimi i shkurt në shkollë që dheshin. Ishte një pushimi i shkurt me ishte mitë dashur. U zgjum nga pushimi i shkurt. Ja fillum javës së bukur. Mirë mëngjes në këtë të hanë të bukur. Nga Edi Keq, mirë mëngjes të gjithëve. Shpend gunga vëdhët të popo Astrid Mia flajt e ti. Mirë mëngjes Edi Keq që 15 minuta em të të prit vëdhët Astrid ti. Astrid ti mirë. Astrid me zgabom ja përmen shpat dines emnin. Edhe bujmë rocit. Ti thuju mi mëngjes, bën çka dush, po emnat më smir përmen. Emnat mos. Ai ta shohim një pamje të bukur nga hoteli 12, çush po duket Gjakova sot. Ja Gjakova me syrin e mësyshit. Edhe një pamje nga perspektiva poshtë. Ja më nuk ka, ma bukur s'ka ku shkon hiq, ma bukur s'ka pështoj. Mirë mëngjes. Qërni shkawarën në studio, qërni në studio shkawarën. Mirë mëngjes, si jesi ke qenë, ullu pak se i gotë, dojnë me ta po ftyrën, se e bukurosh. Qërë. Hajde ka dole këtu, edhe i malijet. A ti flejt mirë? Mirë. Jo, a keni pushu? Edhe i gjim kështë flejt me të lonë. Edhe pak, po, mirë. Mira, ti flejt heret për ma? Jo, dhe qaqo. Kjo ti një, e kërkuj. Për të zët? Me të mira tua. Hajde vandijet shumë. Ba, qfar kafe, ej, po kjo kafe është kërbe, mes t'i bim sysh se qona derdhi mas nej, e masnej kuko zot. Na lujt pak, ta kërkojmë? E nëzajt, po e mirë. Shuj Astrid, shuj mes më përnë dorë. O Astrid, shko po më mbrat punën tonë. E harrove krejt. Mamër me sa harromër, hiqumër mishit, hiqumër që baba, ej. Mirë mëngjes Edi, për të të shpend gungat, pola, vllaznive, tu dhe një javë edhe ju vjen vllavi. O duka gjin e valon. O edhe javë ju vi ka shpendi e lumit ju për dhuratat që kom ju ofru. Pritë zot me të mira tuja, i ka marrë malli, normal që i ka marrë malli. O mirë mëngjesi Edi Keq, s'ka me Gjakova, e kanë të hoxha, mirë mëngjesi Erkand, mirë mëngjes. Valla ja nuk ka, e vërtet nuk ka. Me ishte të dosha nisim këtë ditë bukur, këtë ditë hane, këtë ditë të zeshme, të datës 23, edhe kjo javë qenë ka sheshurit, e pas sa jave, mande i dalim në muajnë i cili e simbolizon verën, kështu tamon korrekt, tamon dyqysh
është simbol i verës korriku. Edhe gushti normalisht, po diqysh korriku nashta që unë e kom ditëlindjen korrekt, doket pak ma verë. Kur s'ku mujt mi festu ditëlindjen në shkollë, shumë më konë bo nervoz. Jëm koni bonën nervoz. A ti që dojnë do koka i bonën nervoz hozë është kështë. Anta kërkojnë pak që t'lakom. Doktor, këtaj kujda nej. Pësëm qërë. Do tonë doktori, unë në shpik këtaj kujt hish, ti për veti e ki. Për mu i thësë së qërë. Për zotin, për mdhemi ju që sini të pi kafe. Kafe turke. Ndo këtë Turkia pasha qëtë kafe që nga kalon. Nga kalon edhe do ajem nga palidhe, do adete. Edhe t'jelen adet. Adet i bjen zakon. Zakon, zakone, doke dhe zakonet, adetet. Zakon është, po është ma përgjithshme si adet, diqysh. Adalet, ku jemi të Turkia, e përshëndesim këforin turk, që na dëgjon çdo ditë. Yusuf Yolmaz. Benim de çok kaç kavala aşkadalla dülü pekmez zorba yok de çorba yok. Hürriyet çok gazetesi maraba televole. Ha. Ai kujtohet ja. Ai bloki që dilke. Maraba televole. Ha. Kja shke palidhe. Valon Kërleshi për do të mirë mëngjes jeti tu prit jemi në Top Grill. Pa prit tete si një të mprita. Balona mu ka që papat mu kanë rrudh tash. Ja teten ku pas më shku në Top Grill. Që erdhe honja unë kërka hiq. Na është ma mirë se ha ma pak tash kur t'vi. Bo ma një gati aty. E dini jo, Astrid Hoxha pagun. Ajo është i bisa mi thonë Astridit mi upru një dit mish prej atjet e mi pjek këtu. Mi a boa trikin që ja kanë bo për para pas e zislam. U knaqqa. O knaqqa. Nuk di une. Nuk di shka me bo ma tepër për vetën. Shka me i bo ma tepër vetës? Kajt senët im nga e bëj. Tortur, po. Gazep, po. Pagjumësi, po. Stres, po. Angth, po. Punë, sot dush. Paurar, po. Ushqim të pa regull, po. Shka me bo vetës unë ma tepër? Dinamik, po. Tension, po. E mas në thojnë jo që jo kom pas kalzuat e që për të arritun atë mija. Qëta është tjetërën? Shka qmos i bëj vetës? Po, njeri që thojnë maj fort se guri, krejti për baloj. Po, Besnik thot që Niki, thot mirë mëngjesi Edi, mirë mëngjesi Gjakob, mirë mëngjesi Niki, që shka thonë Zeni për dhët Erkand Hoxha edhe Parisin më ma falë, me Gjakove nuk e ndroj. E ndrën që qke me të. Jo Zeni, e ndrojmë këtë Gjakova, e ku jemi të Zeni e përshëndesim shumë shkelzeni tishin. Me një puthje e kemi mik zemrës. Mirë mëngjes jo Trimi Gjakovës, për dhët një përshëndetje nga Lugano i Zvicrës, ju dëshërën një ditë të mirë, respekt. Holmes Qabrati, mirë mëngjesi o Holmes, o King, mirë mëngjes. Mirë mëngjes Lugano Zvicrës, mirë mëngjes krejt shqiptarët kudo që janë në krejt botën. Me shtimi të doshë nisim këtë ditë bukur, këtë ditë lume të gzume, me tumtume, e me bukmrume. E nisim ekstra për dëgjuesit e për shikuesit ton, edhe për veti normalisht e për stafin ton. Për të gjithë ata që janë zgju me neve edhe të gjithë ata që akoma nuk janë zgju, kemi thonë ka dy lloj legenda. Legends maybe sleep but they never die. Ai për të zot ta foli anglishtën une, ta foli anglishtën gjermanisht. E
janë dy lloj legjenda, ata të cilët zgjohen tepër herët dhe ata të cilët plajnë kur ata zgjohen, ndrohen në farë forme. Në cilën pjesë miqtë mi të dashur bëni, në cilën grup bëni pjesë ju, kisha pas qef shumë me ditë. Arben Sejdil, mirëmëngjesi nga Albania, artist. Oh, good morning Albania. Good morning Arben. Mirëmëngjesi themi Arbenit. Arben, qa po bën në Albani o vlla? A je aty me pushime apo je vet nga ndonjë qytet i Shqipërisë? Parmendo, jem ka ves shmekin unë, qa po bën në Albani? Më shmek që pasha zotën kjo dynja kërku i heq, unë të thësha ti ja. O remër që tu sem, ja, du me shku në dhërmi. O shmek remër, o ja. Unë e kështu, unë e ashtu. Jo, heq. Heq. Jo, heq. Ku jemi të shmeki, mos harroni, shmeki ose baba i kullerizmit shqiptar, kosovar, anashta Prishtinas. Merë mur tur jaroni me shku në dhërmi që atje Sarajet e Pashajt. Jo qëtu du më ndaj, hajde me neve, jo që e met. Shkoj e met. Attention, passaggeri Hayrullah Beytullah Hacı Hamdiye Telemroet Exporteli 30 Passaggeri Hayrullah Beytullah Hacı Hamdiye Telemroet Exporteli 30 Valigjetik kapëlcitur dhe specat babure kanë rënë tokë. Ku pëjtë e zot në të mirë atuja. Qasi zoni, do më dhone pas ka që kjo, që me të hidh me të ik aeroplani. Me të hidh milion aeroplanin kretë me thonë zdu më shku. Dhe në sapën në qkjo, dhe në 4, biletën mas 5-ve. Mës t'ja një zonin. Adnan Hysenaj në thot mirë më nëgjesi Adnan Hysenaj, mirë më nëgjes. Në fakt i thashun e para ti. Mirë më nëgjesi e dion, e paqit një ditë më barë, në thot Adelina Dobruna. Mirë më nëgjes Adelin, o ta o zemrën dhe në ty shmek, o ta o zemrën. Janus Bajrami thot mirë më nëgjesi në Ka Gjakova, o mirë më nëgjes Janus, aj prite zët me të mira tuja. Mirë më nëgjes miku im, përshëndetin nga Struga, na thot Mimi Ameti. Mirë më nëgjes Mimi, zemra ime, që një zemër për komplet shqiptar e Macedonisë Veriut. Ju dua shumë, e dini jo, pa mos. Ju dua, se djeq, absolutisht shumë. Altin Dervishdona thot mirë më nëgjesi Edi, ditë të mbar, mirë më nëgjesi Altin, ditë të mbar e gjithat mirat. E ndërkohë dhe Shajndere Dobruna shkrejtë, të të mirë mëgjesi Edi, ju bëf mirë kafja. Ju përshëndes nga Gjakova, ma kujtove zonja Shajndere me pipa kafe. Ka me ta lexunja i mali zoja Shajndere, që? Ta këshim shapo të thot. Dëgjoje me vëmendje. Doktori me dha 6 muaj jetë, por me që nuk arrita ta paguaj në kohë me dha dhe 6 muaj tjera. Për të zot me të mira tuja, doktori keq. Mirë mëngjesi Edi nga Miloti, unë e plejnë 7 mramje, qona në 3 mëngjesit se duhet me punu. Mirë mëngjes Miloti në Gjermani, Milot punoft shneta o vlla, e pash vetëm të mira, plenë në 7 e qosh në 3. Ja, në 7 të mërë gjumi. Nejse, po vëllaj në 3. Dhe me 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 8 orë gjumë sot dush, jënë, por që ishala se ki punën e ronë, se masane i Furagji. Furagji, Po, dhe vërtet. Miloti punën me milë të bardë. Furagji. Zotit rujt Milot, e pa të shëndet. Zoja Shajndere për kesh, a pot, atë pëlqej. A do me ta ledzu dhe një Ajmali, kalzom. Qëtu jam une, për që të pun jam. Do me a ledzu shmekit një Ajmali, atje në dërmi ku është.
Shmekin go mirë losh. Nuk po punoj për të dukur, po punoj për të zhdukur. Fix. Tonë poliot të re. Kush bon ty? Të najt, ma ku vëzis. Re, unë re si. E mo. Për ma gjamune. Ka kush reng të vla. Arbner Dini, mirë mëngjesi nga Arbnori. Edi jërë një ditë sa më të bukur, respekt për ju. Arbner Ajdini nga Vjena. O, miqtë të dashur. Çfarë kënaqësie kur kemi dëgjues, shikues nga mbar vendi, nga mbar globi, e sidomos diaspora jonë shqiptar tonë të bukur dashën kur na ngojnë. Prok Leshaj na thot mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi Prok Leshaj. E Robert Bojaj na thot mirë mëngjesi. O Loçkamona ditë mbar. Robert Bojaj, miku jon, kolegu jon, radio prezentuesi jon. Shka me thonë këti tjetër? Alien i jon. Jo më Alien, sot për vetëm. Moderatori jon i quni herët. Roberta për qosh mo herët në emision. E ka pas Roberti në emision 5 mëngjesa në 2. Nuk e di heq. Veç gjithmonë të unë si turbull diqysh kënë të shisha këto. Aj për të zët me të mirë atuja të isha shka o ka bohet më nga qysh. Aj zot i madh, aj zot i madh. Miqtë të dashur, sot në këtë ditë bukur të datës 23, Gasper Komanin e përshëndesim. Gasper, unë jam në zonën me të këthy përgjegje në këtë moment. Dush mi ditë, po më gati në 8:50 aty do të flasim zbashku, sepse është e hane, është dita kur ne kemi me jap fetfa, thëshin për po. Kemi me jap fetfa. E në këtë datë të bukur në 23 qershor, në këtë ditë me diell. Për momentin me diell, çka do të bëhet mas nej, hajt mushit me ditë. Kjo javë do të jetë shumë interesante. Kjo javë do të jetë shumë interesante. Mot me diell dhe shumë i nxehtë, po thojnë. Pa shko të mbaj mot me diell dhe shumë nxehtë. Qadrat mos harroni me marrë me vete. Jo për shi tash, për diell. Do më thonë qadra s'nu hek bidore s'kur. Her shi, her diell. Era do të frynë drejtim të ndryshëm me shpejtësi 10 deri në 31 km/h. Njofton Meteo Kosova transmeton Edi keq. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10 në 14 Celsius e ato maksimalet 30, 32 e hajt. Po nuk besoj që do ta kalojnë 32 gradëshin. Kështu që mos u tutni. Nuk dia keni dëgju zjarre qëllimshëm në pej. Janë djeg kontinjer të një biznismeni me pajisin e vlerë 30.000 euro. Rast shumë i dyshushëm. Adnan Hysenen e presim me na tregu për këtë lajm. Qa ka ndodhë? A është të vërtet? A është të vërtet? E ndërkohë, nuk e dia keni dëgju që Amerika veç që ka pas sulme nda Iranit. Për të zot me të mirë atuja. Përshëndetje Kosovë dashur. Njëherit Edin e artistave edhe Edin e muzikës. Mirëmëngjes Muhamet. Mirëmëngjes Muhameti nga Zvicra. Përshëndesi Muhamet shumë. Ku jemër e kështu ti na ke hub krejt. E kreu i OKB-s, miqtë të dashur, po thotë që sulmi shërbas në Iran kthesë rrezikshme në një rajon të tronditur. Në një rajon të tronditur. Shka mi thonë? Është pak e rrezikshme, po që unë mendoj që është edhe nuk e di. Ha di shka? Hec po foli. Ja, nuk po foli heq. Të masë po thonë që Edi jopin mbështet ta, jopin mbështet ato. Neve nuk na duhet lufta në Iran, në Izrael. E dim shumë mirë dëmet që ka bojë Izraeli në fëmijë, në gjithçka, sulme të mëdha.
masakrat. E dim shumë mirë se çka ka ndodhur. Neve na duhet të flasim për problemet tona. Për shembull, Çekeku njofton se njësia B1 e termocentralit të Kosova B është kthyer në operim sepse pat probleme. Korporata energjetike e Kosovës KEK njoftoi se njësia B1 e termocentralit vetëm e Kosovës B ka fillu pas përfundimit të disa sanimeve të vogla ka fillu me njëherë punën. Po thojnë që ato sanime kanë qenë shumë nevojshme. E popullata shka boni në këtë rast? Popullata në këtë rast. Jo popullata. Analistat e të tjerët, njerëz të padijshëm të vendit tonë, fillon me njëherë me pas konspiracione rreth rrymes. Që nuk ma paguni na kojnan pa lakmusën. Kështu që mos tuti, miqtë mi të dashur, në rregull jemi, luftë nuk ka me pas. Sot keni takat, mundoni me bo pare, me bo sefa. Po në të njëjtën anën tjetër tash për shembull, Vladimir Putin, i cili nuk e ka nal luftën e vet kundër Ukrainës. Edhe me në një farforme me urdhrin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prap se prap. Tash ky po bën thirrje për ulje të tensioneve. Ky edhe Xi i Kinës edhe Putin i Rusisë po thonë se ne do të pozicionohemi si kundërpesh ndaj shëbave në krizën Iran-Izrael. Që thojnë o dash mi re ma herët e ka pas vetëm këto, jo tash milione kilimili anej, po qysh do koft edhe shta du me kalzu. Te Irani po paralajmëron krizë thellë për botën. Udhëheci suprem i Iranit, Ayatollah al-Khamenei, përballet do të përballeni me sfidën më të madhe. Sepse sulmet e shëbave nuk i kemi prit. Qa më botash? Qa të bëjmë tash? Shend 4 qelit të mirë mëngjesi Edi, mirë mëngjesi Shendi, mirë mëngjesi të gjithë. E ndërkohë Zelensky, presidenti Vance, lavdrohet, thotë sulmi error ndaj Iranit e goditëm një objektiv sa një makinë larsen nga gjysma e botës. Dhe me qash preciz sa që një enlarse. Nuk e di, gjitha këto buxhete, gjitha këto pare, gjitha këto që shkojnë në armë, ata ju hidhet mi përdorën e ka. Po urojme, shpresojmë shumë që mos rritet tensioni, mos hapet tensioni, po let ngjelet aty ose let përfundon gjithmonë. Që kja kafe më knaqi, për ju kalzoj drejt. 048-801-41, mishtemi të dashur. Kisha pas dëshirë në Viber ose WhatsApp të më tregoni se si e kalua të vikend, a ja vleti, a pat diçka interesant, apo nuk pat diçka interesant. Pra jemi live, mishtemi të dashur, në 103.3 MHz në radiostacionet e juaja. Jemi live në të vetmin televizion dritarin përmuese të qytetit të Gjakovës, i cili ndiqet anën banë globit përmes platformave toksore digitale, kablore, e të tjera. Jemi live edhe në internet, në radiostacionin www.topradiolive.com. Gjithashtu jemi live edhe në Facebook channel, jemi live edhe në YouTube channel, jemi live edhe në Gjirava Videos, jemi live edhe në Shkabaj e Nimi TV, jemi live kudo edhe në mikrovalet e juaja për këto 2 orë të rëndësishme për ne e për ju, për të gjithë. Pra miqtë të dashur, së bashku me DJ Fita. E në kranë ti të majt me
mashinërinë e tij jo, po me kamerën e tij, vullnet Ninja. Dhe mos harroni pjesa e poshtme e televizionit. Qysh është kjo? Qysh thirret? E epërme e poshtme. Që shukon bra jo? Të më kujtojt e i katumi në fshati. Nejse, në kryme krytorin e pjesës e poshtme Elba Sandobrunen. Pardi Dobrunen. Dhe Albi Gjoka, i cili ma herët vetë sa më tha që erdha. Në mbështetje të plot nga Velsa Zeka dhe Luisa Dushaj, tashme me patent shofer. Mercato nga Tirana, Arbies Komoni. Dhe në port Edi Kerr. Mirë mëngjesi Edi, mirë, jeni më të mirët. Ju dëshiroj një ditë mbar shqipja nga shitoria luleve. Edhe 1, 2, 3, 4 buqeta me lule na ka dërgu në foto. Faleminderit shumë shqipe. Faleminderit shumë. Edhe ndërkohë ai një quherët o burra kosovar, po ashtu gjakovar, na thot Gjelal Katona. Mirë mëngjes Gjelal, jemi e kemi flajt që jemi knaq. Përshëndetje, po thot të Driloni, presidenti i Iranit, po na kërcënon në rritjet e çmimit të naftës. Nuk e dim, po thot budalla që nuk lodhen fort, sot don le ta bën çmimin. Na pet 5 euro qesën. Do më na bën çmimin e naftës 11 euro. Jo më çfarë, se mas e thonë që po jep edhe informata të rrejshme, nuk kam ide hiç. Po na i kena kjerët me benzin, edhe me plin, i kthejmë, me njëherë i kthejmë në plin, qatë dit. Po interesant është që edhe këta që kanë në stok, që i kanë marrë me çmime të lira, ata i shtrajtojnë me njëherë. Ati i mushet mendje atje, këta i shtrajtojnë këtu. Halo, mirë, pa përfunduaj, pa vullos, rak rritet. Në i kush qëllon fita, për shembull, qëllon të qitë benzin, naft, edhe i shtrejtojt nafta gjatë procesit të benzinit. Aj, prite, zët me të mira tuja. Në bon ki thash, tash anaj për bile 13 në rrugë. Bile bre, përshëndes. Dardoni nga Gjermania, Dardan Shlaku, ojsh, ku e mërë ojsh? I bëj selam Tahirit, Becushit, Kazushit, Alushit, keve s'kanë Gjermani, na mirim këtu. Dardan, do me ta bëni analizë se i fotos, një përshesh të i vogël, disa fruta, edhe kjo shishja që pas ka qenë nevojshme më ndajt të kryt. Shka ndodhi më rajgjë? Shka ndodhi më rajgjë, më Dardan, më shka ndodhi më rajgjë, më atë shishet e kryt. Po ti, më rajgjë, brojë më pak, aj bëjtë e zot me të mira tuja. E bërim raci për dhët, Astrid Hoxha, ana përshëndeti edhe alo, se s'na shkon puna marë, pa na Astrid, ti bërim raci. Ka përshëndeta Astridi, po emnin ta mësja përmand. Ta shpëdibur, fol me ton dash edhe i herë, unë e kom krya temen, kafen e piva, mjo përshëndeta, edhe cimin e Xërzës e përshëndesim në Poloni, i cili po thot të mirë mëngjes gjithve, mirë mëngjes Polonia, e bukur, mirë mëngjes cimi. E bre, qëni për shapi thëm, pasha zotin e madh, qaq bëjni të mirë,
qaq jeni të mirë, sa që nuk e di, ka njerë për më shkon menja, ju ble kejtve ka i dhërat, veç të kom pare. Ja, unë e pranoj, nuk kom pare, bro. Ja, nuk jam unë e si ka ta që dojnë, sa ban lak, sa duhet. Ma mirë është, mu konë ratë me Zotin. Parja të prish, o vla. Parja të aprish menën, të bënë edhe lakmitar, mas nej të bënë vetjak, mas nej dënë viç vet mi marë senën. Hajde vla, dhërim shëpa pare. Për më dojë, kënej të lutë ditë e natë me mëra loto. Për e Zot me të mira tuja, të lutë loto për 2 herë një javë. E njoni i shkon edhe të lutë Zotit, për natë. Emër Zot inshallah mbjen loto. Emër Zot inshallah mbjen loto. Për nat. Një nat për natve i vjen një zoj vjen. O, ti më thon filon. Ai kështu. Po ti luje ka thonë një herë atë loto e mas në loto, o kastravec. Ai pa lut loto kur të lut. Inshallah mbjen loto. Porë pali dhe ke qka për nese. Albin Berisha dhëtë një mëgjesi o Lezeti Gjakovës. Koje o Albin, koje a përna bën në infuzion, a përna bën në gjilpon. Me na këfil pak. Duke falendru Zotin që jemi edhe një dit. Kemi edhe një dit për para vetës. Një shpres. Ne i përshëndesim me shton. Ëmbëltohen nga Prishtina në Gjakov. Matise. Me ofertat ditore, zgjidhe kafen tënde, plus uj me vetëm 2 euro, ndash të madhe, ndash të vogël, ndash me shkum, ndash pa shkum, ndash me plum, ndash pa plum. Qysh dush. Tart me fruta, plus kafe, plus uj, 2,50 euro. Dhe cheesecake, kafe e uj me vetëm 3,50 euro. Që i vjen të jetë një super ofert e mëngjesit. Që tort me fruta i bëj tes matises me na pruqtu nëse veç jënë të na pa. Na bini ta kërkojmë. Arbjesin në zdia kemi këtu se i këshim qumë na marë torte dhe me ushkri komplet. Duke vazhduar me pas me Hotelin 12 që gjendet në qendër të Gjakovës. Neoplast Gjakov me produkte nga plastika, me produkte dyre dritare e shumë gjana tjera, varësisht për kërkesës që keni. Gjithashtu, Bujari për na përshëndet. Bujari për të të mirë mëngjesi Edi. Bota ka shpik të lifar qaj me filtera, pa filtera. Që smujtje dhe naftën mi shpik me filtera si kur qojt. Bujar. Je i madh, e nisim ditën me ty. Suksesim i kujim. Ngo shta Bujar, ngo. Bujar i miku jon. Roba qepsi ma i miri. E ndërko, duke vazhduar me Neoplast, si që tash me heret, një përshëndetit të sinqert për Neoplastin. Fshatin e Gjelbërt. Blej apartament me kredi në fshatin e Gjelbërt me vetëm 5.000 euro pjesëmarrje. Mundësi financimi me BKT Kosova deri në 25 vite. Pa hipotek shtesë dhe me norma të favorshme interesi. Përjeton një standard të lartë dhe kushte ideale për një jetë brenda një komuniteti të organizuar dhe hapësire të Gjelbër. Investoni në një jetë më të mirë. Investoni në fshatin e Gjelbër. Fshatin e Gjelbër, pra miqtë të dashur. E përshëndesim, e falenderojmë. Duke vazhduar me pas me ding, tan, ding, dong, ding, dong, bukelong, ding, dong, bukelong, nis e sos, buke kos. Nise sos, buke kos. Hoteli Butik Hotel. Hotel Piquet që thënë Francë. Po jo Piquet. Kjo është super. Me 8 dhoma të ndryshme, miqtë të dashur. Në një ambient
më të bukurin të qytetit ton, në qytetin e vjetër Gjakovës, Old Bazar që i thojnë, Old Bazar që i thojnë të jashtëmit, apo në gjuhën angleze. Hotel Kula Saatit, miqtë të dashur. Dhe gigantin e ëmbëlsirave e çokoladave që unë po ha, llakuma këtu, prej prodhimtarisë së tyre. Liri, pra. Simi me ty, tashni prej zemre, e rritemi bashk, çdo ditë me sempre. Simi me ty, tashni prej zemre, e rritemi bashk, çdo ditë me sempre. Me plot vitamina, minerale dhe vlera ushqyese. Me sempre, rritemi së bashku. Me sempre, miqtë të dashur, po jo vetëm me sempre, me të gjitha prodhimet tona të bukura të vendit ton, prodhime shqiptare, rritemi së bashku, normalisht që rritemi së bashku. Mirëmëngjes, Edi juve dhe gjithë dëgjuesve e shikuesve, na thot milion me një fotografi të bukur nga vendi i punës. Mirëmëngjes Mili, mirëmëngjes të gjithëve. A jeni zgjuar mirë, a keni flajt mirë? Bile, nuk e di melat veta, do shta me marë kategorinë A. Vesh të regom kur. Zef Shkorreti thot, mirëmëngjesi nga Çekia, mirëmëngjesi. Po thot Edi merë një aksion për deputetet e dështuar me 1 minutë heshtje në vend të fjallës. Lavdi përdor fjallën dështim se avokati Ajaniti Sarriti nuk arriti sepse e kanë thirr zef, me siguri. Leonora Leshi, doktoresha jon, ma e mira, thot përshëndetje dhe një ditë të mbar për juve, Edi uroj dëgjuesve dhe tërë stafit. Mirëmëngjes doktoresh, emisioni me i miri, po thot. Doktoresha jon, allergologja jon. Po, e cila është me neve çdo ditë me emisionin ton. E Adnan Hysena i po thot mirëmëngjes nga Peja, 2 foto nga parku i qytetit. Janë një urë mobile. Dhe parku i qytetit Pejës. Shisa bukur. Shipema. Ja dielli. E ku jemi të dielli, shesoj bukur, është rrezet i ka të bukura për ata që din edhe dojnë me shiju diellin. Është pikrisht një dhuratë jashtëzakonisht e mirë, e madhe, e papërsëritshme prej Zotit. Pra mos harrojmë, miqtë të dashur, që sot vazhdon përpjekja e 36. Përpjekja e 36 për zgjedhur kryetarin e kuvendit. Edhe sot do të lidhen deputetët për të 36-ën herë. Qofse se më voton populli, unë të shku në aeroplan do të qaj për këtë popull. Por qofse populli më voton mua, dhe unë pas 4 viteve do të shkaj, populli do të qajnë për mua pse së rritë më shumë. To bëndë të bindur. O ardhë një njeri për të shpituar, për të shpëtuar, thellësisht për të shpëtuar. Çdo njeri në punë do të ketë për me jetë 500 euro si subsidion. Subscription. Do të ketë subscription nga ti. Subscriptionet tuja. Ti, zotri Bahtiri. Is pas futur. Ky do të qaj, tha une, ka qkojnë në aeroplan. Ose do të qajnë popullit. Dhe me gjithë qysh me të qajt me. Une të kisha propozu me qajt ti, me qajt piktuit, edhe me qajt për politikës, edhe me qajt një 2 ditë ti, e na me kesh mas në ja 4 vjetë. Ma mirë kështë me qenë.
ngërçi institucional në Kuvendin e Republikës së Kosovës po vazhdon, miqtë të dashur, edhe sot, sikur se në 35 herat e kalume, që janë ledh edhe kanë qajt ata, jo na. Po na përqajma, jo, s'përqajma as na. Shka e mërmenja si ide e kom, si ide, tash ju vendosni aty, me thonë të gjithve bashkë aty sa janë, me thonë a ka mundësi, ju lutëm, qështu qësh jeni ju, vazhdoni në një sal tjetër, shtyhi ju, shtyhi, qoni 36 herë, 7 herë, 38, 300, 5.000, takimi juaj i 6.200.000, vazhdoni ju, pare nuk keni, rroga nuk keni, vazhdoni mu shty, vetëm numrin e ulseve, pizavëndsojmë me disa njerëz të tjerë. Ri, shkollun, edukun, përparun, edhe ju vazhdoni ju vlla, shtyhi kështu, jo ky s'bën, jo ai s'bën. Jo unë nuk e du këta, jo unë nuk e du ata. Një grafikon funksioni matematik do të ishte y barës me f për x-it barës me x. Është linear. Pra, një lloj drejt ze me këndin 45 shkallë, si nga ordinata ashtu nga abscisa. Më shumë ka qenë e llojit të një funksioni x herë sinus x, me rënjet e ngritjet e veta, por gjithsesi po bëre zoom out është ngritje. Po bëre zoom in ka dhe rënje. Por ajo çka lë gjurmë për shoqërinë me një kuptim historik, padyshim se është kjo zoom out. Bënja një zoom out, miqtë të dashur, lëni zoominin, zoom out, dilni, sa ma larg, këshirni prej distancës këshirni veprimet e vendit, prej distancës. Edhe, po thot, s'ka gjo, deri në zgjedhje tjera, Gjelal Katona, po zgjedhje tjera, duhet bëhen sa ma shpejt. Edhe unë po mendoj që duhet zgjedhje të reja. Edhe unë definitivisht asnjëherë nuk kam qenë më i bindur që duhet zgjedhje të reja. Nga seanca parë, pra miqtë mi të dashur, e zgjedhjet në 9 shkurtit. Në zgjedhjet në 9 shkurtit ku fituese me shumicë votash ka dalë lëvizja vetë vendosje me vullnetin e popullit, normalisht, ku partitë opozitare tentojnë ta detyrojnë të ndjehet humbse, pa lidhje krejt, pa nevojë, ndërkaq që partitë opozitare duke humbur votat, vazhdojnë të ndjehen fitues. Unë nuk e di kush ju ka mësu këtë nuk e di kush ju ka mësu këtë stil me hup e mundi fitues. Unë e di këtë këtë shprehje kanë këta kojshit ton genocidial. Ata gjithmonë kanë humb e gjithmonë i kanë festu humbjet e veta. O pse për na vjen dita dhe neve mundi fitues duke humb, por s'ma kish marrë mendja. Prap, që nga seanca e parë, e cila ka qenë në datën 15 prill, që mbajt pas zgjedhjes në shkurtit, deputetët kanë dështuar 35 herë të votojnë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Tash po dështojnë edhe për zgjedhjen e grupit i cili ka më numëru votat e fsheta të deputetëve të cilët duhen me votu, miqtë mi të dashur, duhen me votu. Kanë votu votën, e kanë qitë votën. Po thotë doktoresha Leonor, po thotë 360 po i dojnë mi shku palavrave të utopis, mos e vetë se po të regon vetë. Mëj doktoresh, kjo dënja kërkuj heq, ku më kalëzu, e kërkuj kjo dënja heq, e pengesa kryesore, miqtë mi të dashur, tash, ku ka tjetë ajroni, a i mire, aje si e, pengesa kryesore tani për tani është moskrimi i komisionit për votim. Moskrimi i komisionit për votim të fshet. Pasi partit opozitare po refuzojnë të propozojnë antarë të tyre për komision të fshet. Dhe më thonë prej frikës, i friksohen edhe antarëve të vetë, mos
po votojnë. Tinza. Si që kom thonë ma herët, miqtë mi të dashur, emisioni jonë, thonën të mërkurën dhe të premten, do ta ketë avokatin Gasper Komani, i cili do na flet pakës, fshije pa kamerën për para. Unë e me fshi kamerën, po është dëmtum. Mar Gasper. Qërë miqtë mi të dashur, çfarë avokati pa korruptun? Nëse burri për mbi 4 muaj refuzon të flejë me grunë vetë gruaja, ka të drejtë me ngrit padin të gjykata. Dhe gjykatësi i jep shansën e fundit burrit, apo me fjalë tjera, e thirr burrin dhe thot, apo flan me gru, apo nuk po flan. Po të me fletë është të jam, po ta ndojna. Ta ndojna na. Anive. I thot gjykatësi tha burrit, apo flan me grun, mirë që s'bitoj ka apo flan me grun, apo flan jon. Ky zoni më do t'in gjofshëm. Po, ky është eksperti i të gjitha çështjeve. Gasper, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ka e që pak si tallavit, për mdokësh? Jo, puna ka mirë, se mirë jam. Mirë je. Po si je, Gasper? Mirë, faleminderit. Shako të reja, shako të vjetra? Me të reja, tash se cëlloj këtim të reja që ka ndodhë. Po. Në aspektin global, kurse në aspektin lokal, këtu në Gjakova jonë nuk ka fort me të rej. Nuk ka fort. Sot presim me asfalt ose në rrugit strunet mirë. Po thua, bojnë atë puna? Po, me qanë se kanë fillu shrimi rrugve. Çka mendon për çet rastin kur nuk ka flajt me gruën e vet njëri që 6 muaj ditë dhe e pa ditë gruaja? Tash kjo me flajt me gruën e vet nuk do të më ditë në çfarë forma kanë flajt në gjumë, apo më thonë pak më e qartë në ashtaj kisha jap një përgjigje. Po. Me flajt me gruën e vet. A kisha mujt më thonë pak më e qartë, ose ai kolega? Kolega në këtë rast nuk besoj që ka në qartësi, po që ai që ka bo pyetjen, ai është i pa qartë. Ai me siguri ka njerë nuk e merr do gjumi, shka më botash, nuk e merr gjumi. Që merr gjumi. Po mirë, kur jemi tek gjinia femnore, bashkë më intereson, masi him tash me fol për gra, edhe pse nesër dita grave, po hajt sot po folim se nesër nuk jeti, ti jetë mërkurën. Po më intereson, Gasper, a zgjidh me këtë problemi me prona që dhe jo mi alon qikës pasonin, jo s'meriton qika, jo femnat e kanë të burri, ç'kjo drejta e femnave, ç'kjo në... Ligjet në Kosovë e garantojnë një barazi njëjtë, do thot njëjtë si femnat si mashit, sa i përket pronës, njëjtë, është se cila gjini. Mirë po duke pas parasysh që tash me dinamizimin e jetës të përditshme edhe nënën tjetër me qasjen patriarkale, cilën e kena pas në me shekuj, të instalum në jetën tonë përditshme. Ende femna është një prej problemeve tona kyçe sa i përket realizimit të drejtave të në pronësore. Shka do të thonë edhe pse ligji ja u lejon që ta kenë pronën në barabartë, t'jenë pronare, t'jenë pjesë e barabartë tek trashëgimia e familjes ose tek prona e familjes, mirë po ende nuk është në stadin e kënaqshëm. Dhe thash edhe më herët sepse shoqënia jonë me të vërtet në mungesë të edukimit ose në mungesë të shkollimit nuk e ka kuptuar rolin e saktë femnës në familje. Sa e përket ligjit, ligji është perfekt. E kemi për shembull ligji për pronësinë dhe drejta tjera sendore të cilat nuk e bën dallimin mes femnës apo moshit. Po ashtu është edhe ligji mbi trashëgiminë e Kosovës 2004, fyt për 26, i cili e rregullon në mënyrë të qartë trashëgiminë sa i përket kësaj çështje. Apo më dëgjoni? Po, veç mu kanë jam nalet kamera, po na ty të shohim këtë kohën. Mirë. Sa i përket kësaj çështje edhe ligji thash mbi trashëgiminë e Kosovës e rregullon në mënyrë shumë të rregullt. Mirë po në praktik është diçka kundërshta. Do thotë femna nuk është në pozitë mirë sa i përket. Domethënë ndodhen praktik, ndodh në Kosovë që mos me diskriminua.
Po ka ndodhur me diskriminu, ndoshta ka ndodhur raste dhe matrona kur janë detyru me hek dorë prej trashëgimisë domosdoshme të cilën ka pas dhe drejt. Janë detyru, ndoshta ka pas raste edhe kur edhe në nënshkrimet janë falsifiku, edhe femnat nuk kanë pas DNA që shka u zhvillu prapa shpinës tyre lidhur me pronën e babës. Kjo ma shumë ka ngjarë në vendet rurale, në periferi të qyteteve, se sa në qytet. Mirë po prapë pa më parasysh ka pas raste të tilla. Ka pas. Edhe pse kanë zhvillu mjaft kampanja, kanë zhvillu mjaft projekte për ndërgjegjësimin, për vetëdijsimin e femrës lidhur me kësaj, mirë po ende është në pozitë shumë të keqe. Do më thonë, me pyet për shembull atë prind ose atë po më duket jo prind, vllaznit në këtë rast bojnë si gjeste. A ka raste që bojnë edhe prindrit? Nuk kisha me thonë me nda këtu vllazërit, prindrit, dajt, nuk kisha me thonë, por në përgjithësi gjinia maskullore. Ata gjinia maskullore normalisht. Ata cilët vendosin, po. Për sa shumë interesant për shembull kur lind një vajzë, sa që gëzohen njerëz, edhe lind në atë familje, është vajza familjes. Po kur vje vakti të që shkan do më thonë që shkan ftyrë në një farë forme me bo dallime mandej. Jo ti, do më thonë kur është në pikërisht fëmijë i qasaj familjes apo banor, njeri i asaj familjes. Shumë interesant. Këto ndikon mentaliteti. Tash me thonë troq, këto është mentaliteti lindjes. Po. Sa i përket këtij mentaliteti e dimë edhe na vetë sepse në çfarë gjendje shumë herë kena pas edhe probleme të tjera. Mirë po e ka përfshirë edhe këtë temë ku femna është e diskriminuar sa i përket ligjit. Kështu që i kisha sugjeruar dhe i kisha motivuar të gjitha femnat që t'i kërkojnë drejtat e tyre brendore. Jo ta shtojnë dojnë pronë ose kjo pjesë është e jam ose e mirë po thjesht mos lejojnë që t'ju shkelin edhe drejtat e tyre. Sepse fundi fundit edhe ajo është pjesë e familjes. E kam pas një rast të tillë dhe e kam rekomandu Pola më lut me kërku për ndihmë ligjore. Edhe i thash, merre pronën. S'paku një ditë le tjetë të jotja. S'paku një ditë le tjetë në emrin tonë. Vazhdo ti pak, mundesh me të tërsu, mundesh me ashit, me afal, me adhuru kujtush. Mirë po s'paku një ditë tjetë të jotja. Mënyrë që shfrytëzoj drejtën tonë ligjore. Tash nuk po him edhe drejtën tonë të të jap natyra. Mirë po s'paku një ditë tjetë në emrin tonë. Vazhdo prap. Dhroja kujt ti dush për tjetë të jotja. Çështja prona u kanë problem Kosovë gjithmonë. Do të thonë, duke pas parasysh se kena qenë edhe poshtum viteve të 90-ta ka qenë ligji shumë i pafavorshëm edhe për familjet tona, jo vetëm për femnat, edhe për familjet. Edhe për çdo gjë. Atër pas viteve 92-shën është ndryshu ligji i Serbisë në atë kohë, prap kena pas probleme, me qenë se shumica pronave atër kanë qenë në ndërmarrje shërbyese. Punëtorët janë largu prej punave dhe i kanë humbur të drejtat e tjetërsimit të pronave, të drejtat e tyre për privatizimin e pronave. Kjo edhe ne dëshmitarë të problemeve pronësore sa i përket kohës së pas luftës, ku shumë ndërtime pa leje ndoshta kanë marrë edhe jeta njerëzish. E kemi edhe rastin konkret të arkitektit ka qenë ai një person një farë Recep Luçi Prishtinë i cili është përpjek maksimum për mbrojtjen. Për mbrojtjen e pronës, për ndalimin e ndërtimeve pa leje dhe është ekzekutuar. Mirë po fatmirësisht tash kanë fillu gjërat ka qartësohen, ligji është ka aplikohet. Mirë po sa i përket pyetjes tonë, ende femna është pozitë keqe dhe i inkurajoj të gjitha femnat që të kërkojnë të drejtat e tyre. Sepse ju lejon ligji. Po, ju lejon ligji dhe është të drejtë e secilës. Nuk mund ta mungjojmë. Shumë bukur na ke shpjeguar, zotri avokat. A ke vrapu sot?
Jo stadion, A përshe, ata shu në vitë honën ti më tha po që, a përshe që në, kur po du unë e ti s'po je. Mija, ta bëjmë kështu. Kur pe ki qep të unë për vi? Unë e sot po ta qep, edhe të premten po ta qep. Herën tjetër. Herën tjetër, mas nes. Mërkurën. Okej, hajde flasim për të tuaj. Faleminderit shumë, Gasper Komani, faleminderit shumë, ndëgjohemi të mërkurën për ndaj temë tjetër, për ndaj pyetje tjetër rreth të ligjeve të Kosovës, edhe patshëndet e ditën e mirë. Faleminderit gjithashtu juve, çdo të mirë. Hajde tong. Gasper Komani, avokati jon nga Gjakova. Mesemi të dashur, shkojmë me një këngë nga Ledri Vula, Era i Strefi, edhe kthehemi pas pak.
super ditën e hane. Super ditën e hane të datës 23 qershor. Knaqëm krejt. Bra, meshtemi të dashur, a ju ka ndodhur ndonjëherë me kujtu dikon? Edhe me mendu në atë moment me thonë, a thu dhe ai dikush është të më kujtu mu në qatë rast, në qatë moment, në qatë sekund. Interesant. A ndodhë nëherë dy njerëz mi kujtu njëri tjetrin për një herë. Së di, me bondeshjen kujtime. E di që edhe një foto nga parku Gjubleta, na thot zonja Shenjtire, Dobruna Shkreli. Bukur po duket zonja Shenjtire, Dobruna Shkreli. Kalofsh bukur në Gjakovën e bukur. E Bashkim Caka po thot, përshëndetje juve dhe një pyetje për avokatin. Kërkoj ndjes bashkim se nuk e pash. Në momentin ku ishim së bashku të folë, se e kësha bo pyetjen. Po thot, to seancat gjyqësore të një lande, çfarë do qoftë ajo? A ka në i fund ligjor, apo janë si këto seancat e parlamentit dhe zgjasin me vite, e ndoshta me dekada? Bash mire ki valloj, se unë e kom raste kur e kom pikrisht unë e vet një rast që kom fitu një land e cila s'është bo as gjo mo hiq. Kemi kalu në gjykat, kam fitu landën edhe qau, mo kur gjo. Hiq, ka qenë me mjete dishka financiare, pavarësisht shumës që ka pas, vlerës që ka pas, por që nuk është zbatu asnjëherë. Asnjëherë. E nësë është ashtu atëherë pse? Pse atëherë duhet me ndodhë? Po në mërkurën do t'ja bëj këtë pyetje, nëse mundësh kujto ma dhe njëherë. Edhe me këta nuk e pas na po edhe pyetjen e Xhelalit. Me apo një pyetje për të avokatit për trashëgimin kur në atë vakt ju ndo vllaznit, në atë vakt që ju ndo edhe kanë marrë hisën, por nuk kanë bo me nënshkrime e me dokumenta se po lypin a 5 hise. Po duka atë mërkurën mi trajtu edhe njerë këtë tem për hise e për kësi gjana. Kështu që veç sa i thash avokatit, edhe ai po na dëgjon, sigur që na dëgjon ai. Edhe duhet me fol prap. Pra avokat nëse po na dëgjon, Gaspër, kanë këto dy pyetje për ty. Këto dy pyetje kanë për ty. E para ke, a mbarojnë ndonjëherë seancat gjyqësore apo shkojnë den pa fundësi? A mbyllën diqysh, a ka dikush që e mbyll seancën, apo shkojnë në përjetësi ato, dhe pyetja tjetër ke, kur janë nda pa gjykat, edhe tash po i lypin prap hise Xhelali. Nëse jetu na dëgju, lirisht përgjigjno. Mesemi të dashur, nuk e dija ju të regova ma heret që sot në studio do ta kemi një muzikant, një kitarist. Erkan Morina Kondi, i cili jeton dhe vepron me sa kam informacion, në Belgjik. Edhe ta shohim çka po na thot Kondi për Gjakovën. Për një grup muzikor që ka kriju atje, edhe fillon edhe punon Suedi, pali, në Suedi. Pa harroj se qatë shumë kemi shqiptar në diaspor, sa që ka njerë më përzien vendet, kështu Tom Suedi, Belgjik, Norvegji,
veç për Norvegji, për Dan Petrit dhe për Ingjën Zon, që se më përzien për qush, edhe për Arbenin, Finland, që se më përzien, tjertë kajtë më përzien. Mirë mëngjes, ja keni gdhirë, thot Arbeni nga Finlanda. Nga Finlanda në Gjakob. Mirë mëngjes, Arben, po mirë. Ti si je, si ke qenë, a ke gdhirë edhe ti. Atë kanë prit mirë, atë kanë bo baklav, atë kanë bo tatkon aty, si, baklasarm. E une kërë nëziri Ajmalin, me shkënit e dashur, doj me ditë për kënë. Mirë mëngjes. Njerëzit i refuzojnë shpesh gjërat me vlerë, sepse nuk dinë si t'i mbajnë. Dhe me përpajtosh, ha? Ka të me jepi lojmet. Mirë mëngjes, Luis, a ki flejt? Si e? Noeli mirë si është? Mirë. Hajde, s'kena për juve. Ndërë. Ama mirë këtu, ama mirë atje. Ama mirë këtu, ama atje. Top Radio 103.3 MHz. Top Live. Në këtë edicion do të ndiqni Top Live nga vendi, rajoni dhe bota. Kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga telenovela zgjedhjes së kryetarit të ri të legjislaturës së 9 dhe duket se një gjë e tillë do të vazhdojë pafund. 35 vazhdime të deri tanishme përfunduan me dështime për shkak të mungesës së votave të lëvizjes vetëvendosje. Gullzo e alternativa për Albulena Haxhiun, kryetare e re e kuvendit. Deputetët e zgjedhur do të mblidhen sot për herë të 36 në vazhdim të seancës për konstituimin e kuvendit të ri, duke filluar nga ora 11. Gjykata kushtetuese ende nuk ka kthyer përgjigjen mbi mënyrën e fshehtë të votimit të kërkuar për interpretim nga grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka njoftuar se ka rritur intensitetin e mbikëqyrjes në sektorin e derivateve të naftës përmes Inspektoriatit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve, rritjen e transparencës dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në treg. Sipas njoftimit zyrtar, inspektimet në terren janë shtuar ndjeshëm gjatë kësaj jave, përfshirë edhe në ditën e sotme, ku 4 ekipe inspektuese janë të angazhuara në përkomuna të ndryshme të vendit për të kontrolluar operatorët ekonomik që merren me tregimin e derivateve të naftës. Sot shënohet dita ndërkombëtare e shërbësve civile, cila edhe në Kosovë synohet të jetë tradicionale. 23 qershori, dita e shërbësve civil në botë ka filluar të shënohet me vendim nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me 20 dhjetor 2002, kur kjo ditë është caktuar si datë tradicionale për shënimin e ditës të Kombeve të Bashkuara për shërbësit. Pas deklaratave të përfaqësuesit të Iranit në mbledhjen e urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, reagimi nuk ka munguar nga Izraeli. Përfaqësuesi i Izraelit Danny Danon ka dalë në mbrojtje të vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të goditur objektet bërthamore të Iranit e duke konsideruar veprimin si të domosdoshëm dhe të vonuar. E gjithë bota duhet të thotë zyrtarisht faleminderit këtu sot, deklaroi Danon. Faleminderit Donald Trump që veproi kur kaq shumë njerëz të hezituan. Në vendin tonë sot pritet të mbajë mod kryesisht me diell. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të jenë ndërmjet 10 dhe deri 12 gradë Celsius, ndërsa maksimale të ditës do të lëvizin deri 27 dhe 31 gradë Celsius. Këto ishin lajmet e ama mirë këtu atje. Këto ishin lajmet e ditës. Top Live. Top Radio 103.3 MHz. Ama mirë këtu, atje.
Të zot, melot, ajen. Shumë e mirë për që kjo konë, po më pëlqen. Eni Gonzales dhe Dhratadora. Eni Gonzales. Qaj tash me tjetër kon. Prite zot me të mira tuja. Shëndeti me ndorë me shte me të dashur. Një alarm. OBSH ose Organizata Botërore e Shëndetësisë thot që 17% e popullsisë në Evropë vuan nga çrregullimet mendore. Shumë pak më mdoket 17. 17 i kivesh në parlament. Shumë pak në 17%. OBSH. Sidomos tek të rinjët, po thot shëndeti mendor, duket se është alarmi i radhës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në një raport të ditëve të fundit, OBSH-ja deklaron se 17% e popullatës në Evropë, përfshirë edhe Shqipërinë, janë prekur nga problemet e shëndetit mendor. E në fakt, prej kohësh mjekët, psikiatrë e psikologë që trajtojnë këto probleme kanë ngritur zërin për epideminë e heshtër që përprek kryesisht adoleshentët edhe të rinjt në Shqipëri, por pa kursyer moshat e tjera. Problemet e shëndetit mendor lidhen direkt me simptomat e ankthit, çrregullimet të humorit. Për të zot, për të shkuar më pas tek simptomat e depresionit. Sipas statistikave me ishtë të dashur, të cilat janë publikuar, 1 në 6 persona në rajon jeton me probleme të shëndetit mendor dhe ajo që është më shqetësuese dhe më agravon më tej situatën është se 1 në 3 persona me probleme të shëndetit mendor nuk trajtohen fare. 1 në 3 nuk trajtohen fare, e 1 në 6 kanë jetë me probleme. Shpesh mjekët psikiatër e lidhin rritjen e ankthit dhe depresionit me gati 25% për shkak të pandemisë COVID-19. Po tash, a është kjo pasoj, apo nuk është kjo pasoj, nuk e di. Se unë jam burr, edhe burrat janë burra. Pse më lëndoj mua zemrën ajo? Ndërkohë që më shumë se 1 në 10 adoleshent, gati 11% e adoleshentëve shfaqin probleme të shëndetit mendor dhe kanë shkak sjellje të rritë sipas pasojë e rrjeteve sociale. Unë ju thash më herë që kemi një musafir, kemi Kondin musafir, edhe siç po shihet Kondi veç ka ardhur këtu në studio, edhe presim tu mrena me na ardhë. Velsa thua ka pru me kera pa kerë se Velsa s'di a i kalzova ka marrë patent shoferin. Kush e ka marrë patent shoferin? Kush? Me t'ja gjujt atë patent shoferin në kull me t'ja gjujt. Mirë më në gjesë Kondi. A mujtë e marrë? Ku je e marrë djoj? Sa bone? A e parë djoli? A e forma jo? Që kjo ka riko për ty? Që të ndëgju se zgedhe cilën dush, dyja t'i gjita. Nisoj, a? Nisoj edhe të urojmë shumë mirë sa ardhje. Këtë live mi Kondi, këtë live. Ajde, faleminderit. Mirë më në gjesë Kondi. Mirë më në gjesë, përshëndetje djem, puna marë. Puna marë pa mu që të ishin do. Kondi si e? Mirë, dhe ti? A je mirë? Shajki pun? Apo lodhë? A je rahata e shnosha? A një për të milon këtë një adhe? Të skada, të filmojnë. Une tregova që Kondi jeton e vepron në Suedi, ndërka që është qytetari Gjakobës. Kondi sa vjetë të bonë në Suedi? Në Suedi më shku në vitin 2003. 2003? 22 vite. 20. Diqysh, këta që i kanë 20 e sa vjetë në diasporë, më do këtu se kanë shku para luftës. Kondi ka shku mas luftës dhe apet ju kanë bërë 22 vjetë. Do më thonë, poha ka e shpet. Mirë se erdhe në emisionin tona ma mirë këtu atje. Mirë se gjithë. Qysh për do këtë ambienti mas pori? Bukur shumë. Parki është, jemi rritën park. Parki na ka ofru diçka shumë të madhe. Neve
Edhe si fëmijë, po edhe si të rritun. Po. Ka pas shumë më shumë gjelbrim përpara. Ka pas tash ndërhyrje me disa përmendore, me disa statuje. Po është temë tjetër, nuk është tema sotit, po ato memoret janë ka qenë ai parki atëherë. Ka pas shumë më shumë gjelbrim dhe shumë më shumë hije. Po, ma shumë gjelbrim. Ma shumë vende me lujt për ne si fëmijë. Po, si të ri mase. Ose mu taku me dikon që të pëlqen. Do më thonë nostalgjia. Në kohë si adoleshent. Mu taku me simpatim. Për shembull. Po, atëherë u konë ma zërë, mu taku me simpatia. Tash u bo ma letë, për këta rinin për voli se na i kena kry simpatia tona. Parki u konë kena marrë fund në atë aspekt. Vana dhe këfat mu taku me dikon. Po, ish zërë duke mi thimë telefon, herë kap ke baba i vetë telefonin, nuk duke mi prit disa kap. Shumë e vërtet. Ajo qika, ta mën, 50 herë, tash me Instagrama, me Facebooka, kalaj u bo, tash ti do më thonë për ata, që jënë nevojshëm për këto tema. Kondi, unë të falenderoj shumë që erdhe, emisioni unë është ama mirë këtu atje. Është emisionar këtu se nisim ditën së bashkun me mëngjes, e nisim mëngjesin, i kalojmë 2 orë të jeton njëri tjetrit mirë mëngjes. Kemi ndëgjuese, shikuese, anën mban diasporës shqiptare. Do më thonë, diaspora sidomos, diaspora na përcjell jashtëzakonisht shumë, edhe pyetja themeltare e emisionit është ama mirë këtu atje. Nuk ka pyetje që mundet mendoj unë mi... Shumë ju kanë bërë përpara fëmijëve kur vishin. I përdorë ama mirë këtu atje, ata të ngratit thëshin këtu, s'dishin çfarë më thonë. Po tash po më intereson si i rritën. Unë mendoj që nuk është pyetje që mundet dikush më përgjigjet saktësisht ose mi përmbledh gjitha elementet. Domethënë është shumë zor mi përmbledh gjitha elementet edhe më ardh me një përfundim. Këtu është më mirë se atje. Unë mendoj që është individuale. Për tipin tan, si individ, s'ka rëndësi ku jam në botë. E pata një temë një ditë me do shokë, me do shoqe. Ra tema luftës, a ki pas vështirë gjatë luftës, ato ditë luftës që në konë Gjakov, shumë të zashme në konë. Këtë Kosovën, po Gjakova pak ka pas ma ndryshe. Përgjegja e me ke, mu s'mut me burgos kërkush, të jam i lirë në shpirt. Do më thonë edhe që ato ditë që kanë qenë shumë të vështira, u konë ferri vërtet, unë e unë pas prapë një liri të mërëndshme që kërkush s'ka mujtë me mashtim. Qyqër Zotit, u rregullu, u bos qysh u bo dhe u lirum gjithë prej asaj agonie, po është pyetje që është vështirë mu përgjegj. Demek edhe atje mirë edhe këtu mirë. Po, unë mendoj që është individuale. Një individ që ndihet mirë s'është më rëndësish, edhe dikush që është i lirë në shpirt, edhe në burg është i lirë. Po, normalisht. Po qëllimi është që ka njerëz që thonë, qëllimi i misionit tonë është që ka njerëz që thonë, jo këtu është shumë keq, këtu s'bën, këtu është keq, atje më mirë. Që na tentojmë që së bashku ti tregojmë që kur krijon, kur punon, kur vepron, kur kontribon, edhe këtu është mirë. Po, patjetër. Edhe këtu është mirë. Ti një njeri që nuk është këtu për shembull, nuk ka të bëj me jetën kur gjyq, me punën, që është pasiv, që është demel, edhe atje nuk bën kurrë. Është shumë e vërtetë. Edhe për shembull nëse përcjell diaspora tash, edhe unë që jetoj që sa vjen në Suedi, domethënë është diçka që më ngrej. Më konë edhe çaj keq, nuk kisha ardhur domethënë. As unë, as ta diasporës që vinë, edhe ai grupi, ajo shtresa që vjen edhe në kohë ton kohën. Vjen çdo vjet, vjen në kohë ton kohën. Domethënë ka diçka këtu të mirë që vjen. Normalisht, jo diçka ka shumë zana të mira, kështu që duhet mi ngrit vendin tonë maksimum. Ky vend i ka të bukrat e veta, edhe Evropa i ka të bukrat e veta. Po gjithsesi edhe të metat i ka Evropa. Qysh i ka edhe ky vend? Edhe ky vend. Po ande e dim shumë mirë që je një muzikant i hershëm, i ditëve të rinisë. Edhe gitarën edhe ki marrë me veti, mas edhe ki mina lujt diçka ma bon, kur i ve vakti. Po më intereson kur shkove në Suedi për shembull, a shkove me qëllimin me fillu me edhe atje mu bo pjesë e bendeve, pjesë e muzikës, apo nuk e ke menduar hiç si mundësi që do të hapen rrugët edhe atje? Faktikisht nuk e ku menduar hiç si mundësi. Po. Ju më shku për një mirëqenie më të lartë, se fëmijët patën fillu mi arrit moshën e shkollimit, edhe si shtet na post luftës, do më thonë sistemet e sigurisë, edukimit dhe shëndetësisë patën kollapsu, ndërtimi të në përmer kohë ende dhe sot, edhe vendosëm që mi ofru një mirëqenie më të lartë fëmijëve sa i përket edukimit, sigurisë, shëndetit, çdo më radhë. Po. E muzikën besom që edhe që më konë shumë nivel të neltë edhe më konë në pikë të karrierës këtu, hiç nuk e ku mënu që atje e kom i arrit
bile në fillim e kum pas një pauzë shumë vjeçare atje, si marrë muzikë. Po. Pak jo marrë muzikë, kum bo me disa grupe kështu, cover music. Po këtë projektin më marrë me atë muzikë që kum dorë gjithmonë, me inqizua muzikën teme. Pastaj më bo pjesë e jazz festivaleve prestigjioze në Skandinavi sidomos. Nuk kum pasë hiç as në hartë. Ka ndodhur një formulë shumë e thjeshtë. Nëse je muzikant i lindun edhe ki talent edhe e dën me shpirt, edhe me sinqeritet, unë mendoj që stosha më ka ndodhur mua të pavitueshme. Dhe e kum bo me sinqeritet, si komponimet, si albumin, edhe ko kërkesat për me lujt në për jazz festival edhe me lujt me emnat mëdhej botnore, me të cilët kum lujt, jën ardhë vetë natyrshëm. Nuk e kum bo naj mundit madhë. E unë shoh plot që i japin zërë, bojnë mundit madhë, kom qef gjithë më shpërthuj, po unë mendoj që nëse njeriu bën një vetë analizë edhe u lumton në trup, shoh është që ajo më sinqerta. Edhe që ato e njeh, gjonat qera kanë marrë vetë. Kjo është mendimi dhe koncepti jam, dhe filozofia që mu më ka ndodhë, për që ato kom fakte, domethënë, prej karrierës time që është e tillë. Edhe këtu si ri, unë i kum pas 19 vjeçë kur kum fillu me lujt, kum lujt me emrat, me herojt e mi që kum fillu me lujt gitarë, me një gjatë Maculën, me nën Kisir, unë kum pas 19, qati u gojnë 20 vjet më i vjetës. Ashtu me nani. Pastaj pianisa Ilir Bari, Florent Boshnjaku. Me babukën kum lujt me mas shumë ti giga ko me babukën, i kom dikuja 6-7 vjet bashkë. Me këngëtar Eduard Merako, Eddie King që në gjithë, Iliana Logja. Do më thonë, kum bo muzike, kum jetu ondrën, kur i kum pas 19 vjeqe. Këtë kjo arritët me një sinqeritet edhe kur ta zbulon ti vetë shka përdojnë. Po, vetë mena. Shka të bën diçka me zërë edhe tu shty dhe tu mundu mi kap diçka me zërë është shumë shtirë mi. Pikërisht, sidomos arti nuk e dën, nuk e ka me zërë. Atje Batalion Onash, se e zgodha përgjegjen këtë qytjen tome, Batalion Onash, kur mora vendim me u kthyn muzikë, kisha ma shumë kohë kur fillova me studiu atje në fakultet. Në Universitetin e Malmës, kisha ma shumë kohë, thash, pse se një e ki tash ondrën, mi bu albumin ta muzikën. Edhe këtë gjona tjera kanë rrjedhë natyrshëm. Po. Do më thonë, të ka ardhur ideja thjesht prej dëshirës për me kriju vetë. Një ide që kum pas si pithminisht, mi bu muzikën teme origjinale që e mi, edhe që e du. Po më intereson për dëgjuesit dhe për shikuesit ton, cili është lloji muzikës që lun, edhe qysh përshtatesh me ato me ata njerëz atje, për shkak të gjuhës, për shkak të lloji muzike që e lun është një degë jazzit që ka lindë në Francën e viteve 1930, është një jazz akustik. Kryesisht është lujt për një gitaristi që është ndoshta gitaristi që kalon mas shumë të influencë të gitaristë të tjerë, se quhet Django Reinhardt. Para se më filluaj me gitarës, gitara ka qenë instrument përcjellës. Kurse Django Reinhardt e ka qitë në pahë, e ka bu instrument solo. Në vitet 30. Edhe ka fillu me incizu jazz albumet asaj koha. Tu kopju normal swingin që u konë në Amerikë muzikë popularizuar. Po me tela këta, kurse në Amerikë me frymor kanë lujt shumë. Edhe qatë shumë kanë arrit sukses që i kanë thirrë masej në Amerikë. Do më thonë, LP-jat e para që në incizu me muzikën jazz në Evropë, jënë të incizu në për Django Reinhardtit edhe grupit vetë. Do më thonë, është trashëgimi kulturore e jazzit e Evropës, që kjo stil që e luju në sot. Quhet Gypsy Jazz. E ka marrë njofken dikun vitet gjallë, që Django Reinhardt ka qenë Rom i Belgjikës, Francës, në qatë rajon. Kurse qysh përshtatna me kolegët atje, si themi, është një subgrup që e lunë qëtë stil, edhe aty në atë subgrupën është si lloj thojza religioni. Do të thonë, tonë janë, edhe nëse nuk je taku kur, po si family, e din, do të thonë ti e ki pasion njëjtën gjë si ai personi tjetër, edhe lidhja është shumë e natyrshme. Po, lidhja është shumë e natyrshme. Do të thonë, në thojza besojmë në të njëjtën gjë dhe luajmë të njëjtën gjë. Edhe është shumë e natyrshme dhe e këndshme. Tash, më po më intereson, na që jemi folim jo Gjakova, na kultura, Bashkë më intereson të ti personalisht, a ka pas ndikim të veçantë kulturor vendlindja, Gjakova? Po, ka pas gjithsesi, se prej moshës shumë tre, kur
kur kum fillu mi majtën mand vetën, domethënë diku moshën 4-5 vjeçare që na mesin disa more, radio ka qenë në shtëpitë une, vëllezën ton kohën ka qenë ja Radio Tirana, ja Radio Shkodra. Ma vonë erdhi televizioni, njëjtë ashtu domethënë antena kthyn e ka Shqipnia, domethënë kum përthith muzikë shumë çiltër, si folklor, si ato festivalet që u mojshin në Shqipni, të ndryshme, muzika popullore. Krejt domethënë kum arrit mi marr atë kremin e kulturës që është shfaq edhe u transmetu në Radio Tirana dhe në Radio Shkodra. Krejt zhanreve. Pastaj ka pas teatro në radio. Domethënë u shkoi shfaqje në Radio Dram, po bravo, Radio Dram. Domethënë ajo ka luajtur rol shumë. Po çaja ka ndodhur unë, ka ndodhur në çdo familje në Gjakovë. Për shembull, nëse më shku të hoxha të njëjtë ata, ondra kanë pas fingur Radio Tirana në Radio Shkodra. Atje është këtë kohën ka pas transmetime të një artit shumë çiltër dhe shumë mirëfill, edhe shumë sinqert. Unë mendoj që jam kanë më formu. Edhe normal Radio Prishtina ka ofruar shumë masnek kur fillova po rrita më shumë, edhe mi përcjell Radio Prishtinën, edhe aty domethënë ju ndal herojt e mi, u dalën gjatë Masula me TNT, grupe tjera, seleksioni zero të thonon, Telexat, 403, gjurmet, shumë grupe, domethënë aty kemi marrë. Ajo na ka formuar. Tepër i nalt artistik në atë bak. Domethënë, koncentrimi i popullatës Gjakovës në kulturë ka ndihmu indirekt me u zhvillu në që drejtim ku më zhvillu, definitivisht. Pastaj kom pas fatin nënën e kom për i Shkupit, e kom pas të ndjerën, edhe kom fillu me shku në Shkup si fëmijë. Shkupi ka qenë metropol. Ma i zhvillu normalisht. Metropol ka pas koncerte, ka pas shumë input, ka pasën mu shumë, se ka pas ngjarje shumë të mëdha. Edhe njëjtën kohë edhe baba tash, një ndjerë dhe ai ka punu në Evropë. Më ka rrë për moshës 8-9 vjeçare me shku në Itali, në Francë, me përthith diçka shumë të re, një arkitekturë të re, një ushqim të ri, një traditë. Unë mendoj që më kanë ndihmuar shumë në zhvillimin tim kulturor dhe me ndërtimin e identitetit. Po më intereson Kondi, jeta në diasporë, procesi krijues. Të dyja të bashkë. Jeta në diasporë, procesi krijues. Çushi ndërlidh të dyja bashkë, sepse jam shumë i sigurt që vjen edhe kohë edhe ma tepër me punu edhe punë të tjera, me siguri. Po. Për me mbjetu, për familje. Po, patjetër. A i ndërlidh mirë të dy? Po, i ndërlidh mirë, se kanë tendencë mundesh. Po. Se punë e konkret punoj për një institucion shtetëror, domethënë konkret natyrë tjetër. Po, pikërisht për këtë. Po. Kurse procesi i krijimit artistik mundet mundesh, po në rastin tam nuk ka pas pengesa, nuk kum pas. Atë ndihmon për më hap formë edhe krijimtarisë, për më hap formë pakës. Po më ndihmon, sidomos kur kam sfida në punë. Më ndihmon me në krijimtari, definitivisht. Është e çuditshme, çdo të më konë në kundërta. Po janë në rastin tam kur ka sfida të reja që si kena përjetuar më herët, më jep edhe më shumë ambicie dhe ideja me kriju diçka të re. Po. Kondi, e dim që jetu i bën bashkëpunime trio band me njerëz. Po kjo është, domethënë nuk është e përhershme, domethënë bashkëpunimet mund me qenë edhe me njerëz të tjerë varësisht. E di që bën edhe atje, kom dëgjuar që bën edhe në lokale muzikë. Po, e vërtet. Po domethënë a kina i band caktuar që bëni gjithmonë me të njëjtit njerëz apo ndrohen këta? Unë kur të luaj me trion time zakonisht më thrasin në përgjithë festival me luajt me trio Erkan Morina trio me muzikën time. Fix, po. Në përgjithë festivale kryesisht. Por bashkëpunoj me shumë muzicianë tjerë dhe me shumë grupe të ndryshme. Se është natyra jeme kurrështore, me luajt normal në umbrellën e jazzit, me luajt jazz me njerëz të ndryshëm, vetëm për një arsye që mu ekspozu me individ të ndryshëm, me prapavija të ndryshme që me profitu edhe unë muzikalisht. Domethënë që ajo që më ka ndodhur thusi i ri, si 19 vjeçar me luajt me emra shumë të mëdhaj me herojt e mi, edhe kum pasa shumë për mësoj, edhe sa shumë për zhvillona, e kum vazhdu edhe atje. Përveç domethënë trios time që është primare ja. Po. Domethënë vazhdoj me luajt me të ndryshëm. Ç'është erdhi ideja për me kriju çet band? Po masi apo i takove ata rastisht, ç'është ndodhi?
Po, në rrjetet sociale u taku me disa kolegë tjerë që kanë pasion të njëjtin stil. Shqiptarë ata? Jo, janë të ndryshëm, okay, francez, holandez, amerikan, suedez. Po. Edhe fillu mu taku, më ushtru, unë ju tregova që kom komponimet mia dhe së shpejti kom incizu edhe. Kur incizu në fillu me kontaktu organizatorët e lokaleve, jazz festivaleve të ndryshëm, atëherë e formova këtë trion që më shku me lujt. Nëse festivali kërkon me qenë në më shumë një kvartet ose sekstet që ka ndodhë, atëherë kemi kolegë që mujnë me ardhë, veç mu shtu. Ka hapësirë, montohet si Lego. Kom një vibrafonist që është shumë i njohur në Suedi, shumë i zoti, saksofonist, klarinet, violin, fisharmonik, domethënë instrumente që shkojnë në këtë stil. Domethënë ju në një farë forme edhe i ndihmoni një tjetrit për më zhvilluar edhe më tutje. Patjetër, sepse është njëjtën frym, njëjtën. Pa vetë domethënë tu lujt bashk, ndodh një interakcion, ndodh një kimi që ti të nesërmen definitivisht kemë pas diçka më shumë. Kemë pas diçka më shumë se ditën më parë që i kero me çat person. Si ti në skenë, e kupton ku t'lun me dikon, krijohet një kimi edhe pa ushtru dhe pa përgatit diçka ekstra të nesërmen të vjen një emocion edhe observon edhe i thu vetës, wow, sa mirë shkoj, shka ndodhi, e bën një hulumtim edhe. Ki e shë që ki kimi me qatë partner, me qatë kolegë. Të palohet edhe një dituni ekstra. Do më thonë kjo të regon mas mirë që kultura, muzika, arti nuk nje as gjuh, as komunitet. Do më thonë jemi komplet edhe realisht i bjen që normal me qenë ambasadorët më të mëdhajt një vendit, funktorët, muzikantët, artistët, sportistët. Artin përgjithësi. Unë mendoj që ekspozimi ndaj artit dhe kulturës është një ndër elementet kryesore që një popull mu zhvillu. Edhe nuk është rastishme që në atë kohë, domethënë, armiku jon kryesor shteti serb e ka pas një embargo shumë tegër kulturor ndaj nesh, që nuk u po. Domethënë, çush e ka thonë edhe te Kitër Vishi, nëse do mi shtyp një popull, fillo me akulturimin e atij edhe lufta vjen shumë avon, s'ka nevojë. Shkon vetë ai tu shkatru. Ata kanë bo me shekull, atë shekull që na kanë uzurpuar dhe na kanë pasur koloni. Na kanë mbrapa 200-300 vjet. Shumë qëllimisht, sidomos me literaturë, me kulturë. Shumë konë mirë organizuar që na me met mbrapa, edhe ja po shihim pasojat. Se të ishim kon të ekspozuar çto 100 sabia të fundit ndaj kulturës, si vizuale, si art, filme, teatr, muzikë, populli ishin në njëtër nivel. Shumë mirë jemi, nuk jemi hes. Po kishim mujt më konë shumë më shumë. Nuk ka vonë kur, domethënë, nëse një qeveri e merr këtë hap dhe fillon mi ekspozu gjeneratat tona prej qerdhës, prej kopshtit me kulturë, me art, normalisht. Shumë shpejt në ndrim të parë gjeneratës ka më vrejt dallimi. Pikërisht për këtë arsye, Gjakova është pak më e avancuar për qyteteve të tjera për shkak se teatrin, kulturën nuk e ka stagnuar. Gjithmonë ka kontribuar në edukimin e brezave të ri, e gjeneratave të reja. Domethënë Gjakova ka pajt festivale të fëmijëve, festivale të muzikës, të këngëve, teatrit, edhe normalisht që pakës i ka iksaj edhe mendimin e Radio Televizionit Shqiptar, që tha ti më herët. Radio Tiranës, Radio Shkodrës, domethënë e kemi gjetë një farë lloj kanalizimi për me mos stagnu. Sidomos influenca e qytetit Shkodrës. Edhe dija që ka ardhur nëpërmjet kolegjit franceskan në Shkodër, Gjakova gjeografikisht është shumë afër, e ka përthithur dituni edhe nëpërmjet ndoshta priftave në aso kohë ka ardhur dituni edhe në qytet. Dhe këtë kohën Gjakova ka pas si pasqyrë që dituri në zhvillimin kulturor në Shkodër, sidomos po flas para 200-300 vjetë. Edhe halo vreja që Gjakova mundohet mi majt qatë tempo. Në një farë edhe shumë elementi i rëndësishëm. I ka ikë se lloj embargos indirekte që na ka kriju shteti genocidial. Se ty të kujtohet, ka qenë shumë vështirë mi bëni mramje Servition and Depression asi, po tentativat nuk ju nal kurrë. Mase mitingu i poezisë në Gjakovë ka filluar për vitin 1960. Këtu kanë qenë Dritor Ogolli, Ismail Kadare, para se më bëhem në të madh
Pikërisht. Në rajon. Pikërisht. Në Gjakov miting poezisë për shembull. Po më intereson Kondi stili për na përshëndet Stilian Hoda, RBS Komoni prej Sarandës. Stili vëllai Edi Kondi me thjeshtësinë e tij na nderon gjithë qytetin, por edhe Kosovën, po ashtu gjithmonë tregon gatishmëri që me shpreh artin e tij në vendlindje. Kish qenë mirë personat përgjegjës me dëgju emisionin edhe me jap hapësirë me performu tek ne. Edhe përshëndetje për na thot Prel Berisha. Stili, përshëndesim shumë, love you. Përshëndetje Stil, faleminderit shumë. Persona përgjegjës, po, është e vërtet, po çfarë na vetë persona përgjegjës? Që ti person përgjegjës, unë person përgjegjës, që kena misionin ton. Kondi po më intereson, a ka një raport me udhëhecit e kulturës qytetit Gjakovës, për shembull, ndonjëherë me atë njohin, a fol me ta, ngjojnë vëllash. Besoj që më njohin, uroj që më njohin, po nuk është e domosdoshme me më njoft ose me njoft ata secilin, po. Njohin si artist, po a jeni ulur me pikave, me thirr me thon, po kur je këtu, a mund me bëj një mini koncert vogël ai diçka. Jo, direkt diçka konkrete, jo. Ç'kjo është njoftësia që mund të bëjmë? Po. Domethënë ka ndodhur me kolegët e Prishtinës ka ndodhur. Me miqtë e mi, domethënë organizatorët e jazz festivalit kemi rënë kontakt edhe më kanë thirrën në nëntor ku mbo muzikën jazz festival. Domethënë si vjet ka qenë, 2024 ka qenë jazz festivali që ka pas emrat më të mëdhenj që në ardhën në Kosovë. Ka qenë njëri për gitaristë që ka më shumë të influencë në jazzin modern, quhet Kurt Rosenwinkel. Ju ardhën njerëz prej shteteve fqinj. Mi po, domethënë ka pas emra shumë të mëdhenj. Edhe unë kam pas fatin të marr pjesë atë. Domethënë nëntorin e kalum. Po në Gjakov nuk e di. Nashta nuk kanë has hala, se unë nuk e quj tmet, po nuk jam shumë aktiv në mediat sociale. A di si është puna? Nëse ti e gjon vetëm për çat originalitet dhe sinqeritet që fola parës, po përmbush. Edhe je shumë i kënaq, edhe përmbushësh tamam, edhe dyrt hapen vetë siç e thash. Po mbo muzikën skandinavine për piloj Modestine Arnash në për jazz klubet dhe festivalet më prestigjioze që ekzistojnë. Shumë kom qef më ardhën, Gjakov më po, nuk është diçka që më bren, ai qysh s'po më thërrin, nuk më thërrin këta, qysh që rarë të në nësio. Më thërrin e unë e moment, keqe. Uroj që bëhet, nëse bëhet, unë e vi me gjithë qef, normal, ma përpara vinë Gjakov, se diku tjetër, se është dhe lindja eme. Normalisht, Kondi, ti si pjesë e grupit, një grupin ndërkombëtar, nëse mund ta quaj. Po edhe normalisht që muzikën që performoni është komplet muzikë e huaj. Po atë ka ndodhur herë me tentu me bëna i provë me shti ata të tjerë, me thonë kemi edhe na pak i kemi një këngë shumë të mirë për shembull, hajde ta bëjmë bashkë. A ka ndodhur herë me performu edhe shqip me ta? Jo direkt me ta kolegët e mi me Volpian që bëj. Po. Nuk e kam pas një tentativë me lujt folklorin ton. Po. Po kam lujt kryesisht që jazzin që po flas. Po këtë jazzin prapë muzikë komponimet e mia origjinale. Po në frymën e gypsy jazzit. Kurse folklorin ton e kam lujt faktikisht në ambasadën e Kosovës. Ambasadora më ka ftuar disa herë me lujt në ambasadën Stockholm, kur ka pas ndaj mbledhje të madhe me diplomat ose pavarësia Kosovës ose një ndër mramjet ka qenë tema ku kemi lujt perlat tona të muzikës tonë shqiptare të Kosovës dhe Shqipënisë. Po aty kum lujt unë vetë bashkë me shoqen time me Norën, domethënë. I kemi lujt dhe i kemi këndu komplet. Po me kolegët e mi të jazzit jo. Po ndoshta do të jetë një ide me performu diçka. Po, diçka mi kombinum folklorin ton me jazzit. Nehat Zeka për na përshëndet nga Vlora. Nehat, përshëndetje në Vlorë. Po, përshëndetje Nehat. Domethënë, Kondi, na veç jemi gati ka fundi emisionit, u kënaqem që bëm pak bisedë. Faleminderit shumë për ftesën. Po që duhet pakës me, mujmi pas një performancë? Po, më patjetër. Për shkak të dëgjuesve, shikuesve që na pa, na dëgjun. Po, gjithsesi. Unë prapi luaj një pjesë temen, një kompozim temin. Po. Që quhet në frangjisht e rendezvous francez, që i bjen një takim, një date francez, pasi që ky stil
kjo degë e jazzit, i ka rënë në Francë. Edhe e ngërthen atë melankolinë e melodive franceze, jazzit francez. I luaj atë pjesë dhe faleminderit shumë. Vazhdoni me kësi tentativa. Uroj që sa më shpesh thirrni njerëz që mirën me art dhe me kulturë. Këshilla ime kryesore është që të gjitha moshat pa dallim shijes të ekspozohen ndaj artit dhe kulturës. Është rruga më e mirë për një jetu një jetë. Edhe për mu zhvillu, edhe si individ, po edhe shoqënia. Domethënë hap trunin me një dimension tjetër i cili dashte pa dashte indirekt i influencon edhe të tjerë pozitivisht rrethin ton ku jeton familjen, shok, miq. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë që po ndërë gitarën. Ta dëgjojmë një performancë Kondit. Edhe sot dush. S'ka problem, heq, e kemi është emisioni jonë edhe bëjmë shka të dojmë me dash dhe nesër rrim. Zakonisht ku t'i luj këto pjesë jam me bendin, sot jam vetëm. Sot jam vetëm. Unë nuk kom në instrument se kisha animu. A do mi vendosë se ndëgjëm ma vjen? Jo, mirë, ma mirë. Falendrojmë shumë edhe një herë që erdhe, që jeme neve, edhe urojmë që të kesh shumë shëndet, e të kesh shumë krimtari, shumë, me thonë para, hajtë shumë para, s'na vynë mërë para të kërgjohë. Por një është mirë, aspekti material nuk të bënë shumë. E fundit është. Nuk klenë fort. Me neve, Kondi Morina, falenderoj shumë të gjithë të gjithë me neve. Falenderoj djem. Punë të marë, mirë pafshim, edhi sukses. Shihemi nesër, miqtë të dashur, në të njëjtin orar, ju dojmë shumë. Tung. Mirë mëngjes, gjithë dhe përveç aty me që. Ama mirë, këtu, atje, këtu. Pse këtu? Atje këtu dhe këtu atje, është pothuajse e njëjta gjë, me rëndësi është me kalu mirë, edhe me pas pozitivitet. Ama mirë këtu, atje, me Edi Kastratin prej orës 8 deri në orën 10.